إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që I e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. Në vijim vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Gjunahet e mëdha të Imam Adh-Dhahabiut, Allah më shëroft, me shpjegim dhe komentim të Sheh Sulejman Ar-Ruhailit, Allahu e ruaj. Edhe ky libër, thot shehu, nuk ka dyshim që neve duhet I kushtojmë rëndësi edhe tregojmë një kujdes veçantë lidhje me të, sepse ai ka dobi madhështore, dobi pra të mëdhaja, pasi ky libër, si thush, e zgjon nga gjumi njeriu dhe nga shkujdesja në cilën ai është dhe e tregon dhe orienton atij rrugën e shpëtimit me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ne vazhdojmë të jemi tek gjunahu I madh I katërt, që është lënia e namazit. Dhe nuk ka dyshim se lënia e namazit duke mohuar obligueshmërinë e tij apo duke besuar se lejohet që namazi të lihet pa u falur, është kufër I madh I cili të nxjerr prej fesë islame. Sepse kjo gjë është për gënjeshtrim I librit të Allahut azza wa jall, si dhe për gënjeshtrim I sunetit të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Madje pra falja namazit është diçka e ditur prej fesë si diçka e domosdoshme. Prandaj që nuk ka njeri të madh apo të vogël, apo njeri I qytetruar, apo njeri pra që jeton larg qytetit, larg qytetërimit, veç se e din pra një gjë të tillë. Thot Imam Adh-Dhahabiu, Allah më shëroft, ka transmetuar Hammam dhe ai na ka njoftuar, thot Qatada, nga Al-Hasan dhe nga ai nga Hurayth ibn Qabisa, I cili ka thënë mua Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa idha salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat khaba wa khasir." Thot, pra ka transmetuar nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gjëja e parë për cilën do të merret në llogari robi ditën e Kiametit në lidhje me veprën e tij është namazi I tij. Dhe nëse namazi është I saktë, atëherë ai do të shpëtojë dhe do të fitojë. E nëse namazi nuk është I saktë, atëherë ai ka humbur dhe ka dështuar. Sheh Sulejman Ar-Ruhaili, Allah ruajt, shpjegon dhe thot se ky hadith, këtë e ka transmetuar Tirmidhiu, thot, dhe e ka saktësuar Sheikh Al-Albani, dhe thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thot që gjëja e parë për cilën njeriu do të merret në llogari është, pra ditën e Kiametit, është në lidhje me veprën e tij, është namazi I tij. Dhe thot se llogaria, marrja në llogaria robit pa tjetër që do të ndodhi ditën e Kiametit. Po ashtu edhe shpërblimi, çdo njeri do ta marrë shpërblimin e tij ditën e Kiametit. Përveç atij që don Allahu subhanahu wa ta'ala që ta fusi në xhennet pa llogari dhe pa dënim paraprak.
Pra gjëja e parë për cilën merr llogari robi në lidhje me veprën e tij në përgjithësi, apo në lidhje me veprën e tij e cila është e drejta Allahut subhanahu wa taala, është namazi. Sepse pra gjëja e parë që është përmendur është namazi. Mirë po, ka dhe hadithe tjera, për argumente tjera të cilat përmendin se gjëja e parë për cilën do japi llogari robi, aleikum selam, është edhe gjakderdhja apo çështjet që kanë bëjnë me gjakderdhjen. Po ashtu, ajo për cilën do japi llogari është edhe mirësia e shëndetit apo e ujit të freskët dhe të ftohtë. Prandaj që disa prej dietarëve kanë thënë se gjëja e parë për cilën do japi llogari robi apo që do merret në llogari në lidhje me veprën e tij, në përgjithësi është namazi. Pastaj gjëja e parë për cilën do të merret në llogari robi në lidhje me të drejtat e krijesave të tjera është pra gjaku. Pra gjakderdhja që është derdhë me hak apo pa hak, me drejt apo me pa të drejt, pra do t'japi llogari robi. Dhe gjëja e parë për cilën do të merret në llogari robi në lidhje me mirësitë është mirësia e shëndetit dhe mirësia e ujit freskët dhe të ftohtë. Pra mirësi me të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar robërit e tij në këtë dunja. Sido që të jetë, thot shehu, gjëja e parë për cilën do merret në llogari robi në lidhje me veprën e tij është namazi. Nëse namazi është i saktë, do më thënë nëse ai pranohet, atëherë ai do të shpëtojë dhe do të fitojë. Do të shpëtojë pra nga humja dhe do të fitojë xhenetin. Si dhe do të korri sukses, do të fitojë pra atë që ai ka pas për qëllim dhe do fitojë atë që ai ka shpresuar. E nëse namazi i tij nuk është i saktë, do më thonë nëse namazi i tij nuk pranohet, atëherë ai ka humbur dhe ka dështuar. Ka humbur do të thotë që është privuar nga e mira, nga hajri dhe mirësia. Dhe ka humbur thotë dhe ka dështuar, kanë thënë shumica dietarëve, do të thotë që mbi të do të bjerë ndëshkimi apo ai e meriton që mbi të bjerë ndëshkimi. Ndërsa ato dietarë që thonë se lënsi namazit nga dembelizmi dhe përtatësia është mosbesimtar, ato thonë që ai njeri pra ka humbur dhe ka dështuar, do të thotë që ai e meriton zjarrin dhe do të futet në zjarr. Dhe nuk ka dyshim se kjo është një humbje shumë e madhe. Pra, ky hadith pra përmban dy kuptime. Kuptimi i parë është që është, si thuash, kërcënim, që personi pra që e lën namazin konsiderohet mosbesimtar, por se ka edhe kuptimin, pra lë edhe që të kuptohet që është i kërcënuar me dënim, por se jo që është mosbesimtar. Pra po të veni re këtu thot shehu, thot nëse ajo nuk është e saktë, namazi, nëse nuk është i saktë, do më thonë njeriu falet, mirë po namazi i tij nuk është i saktë. Atëherë ka një kërcënim të tillë. Vallë si të qëndron çështja me atë person që nuk falet fare, as nuk i afrohet namazit, dhe as është me njerëzit që falen. Nuk ka dyshim se humbja e tij dhe dështimi i tij është një humbje tepër e madhe dhe një dështim shumë i madh, Allahu na ruajt. Thot Imam Adh-Dhahabiu, Allahu më shëroft, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah Muhammadun rasulullah, ta falin namazin, ta japin zakatin, dhe nëse ata e veprojnë një gjë të tillë,
atëherë i kanë mbrojtur prej meje gjakun e tyre dhe pasurinë e tyre, përveç se me të drejtën e Islamit, dhe llogaria e tyre është tek Allahu. Hadithi është i saktë, ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Dhe këtu Shej Sulejman Roheli thotë se ky hadith i madh tregon se namazi është shoqëruese e dy dëshmive, pra e dëshmisë la ilaha illallah dhe e dëshmisë Muhammedun Rasulullah. Ashtu sikurse edhe zekati është shoqëruese e namazit. Është shoqëruese e namazit dhe e dy dëshmive. Pra, për sa i përket pra mbrojtjes së jetës së robit apo gjakut. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar që t'i luftojë njerëzit si mëshirë për ata, me qëllim që të largojë të keqen e njeriu të ligë në mesin e tyre, derisa ata të dëshmojnë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah dhe ta falin namazin dhe ta japin zekatin. Dhe hadithi thotë, nëse ata e veprojnë një gjë të tillë, atëherë kanë mbrojtur prej meje gjakun e tyre dhe pasurinë e tyre, përveç se me të drejtën e Islamit dhe llogaria e tyre është tek Allahu subhanahu wa taala. Pra mbrojtja e gjakut dhe pasurisë nuk realizohet përveç se duke dëshmuar pra dy dëshmit dhe duke falur namazin. Dhe njeriu që të shpërngulet nga kufri për në Islam nuk ndodh përveç se duke thënë dy dëshmit dhe duke falur namazin. Po ashtu edhe që t'japi edhe zekatin, thot shehu Allahu e ruajt. Mirë po, më falni, dhe për këtë ka dëshmuar edhe Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij duke thënë fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu z-zakata fa ikhwanukum fi d-din. Nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin zekatin, atëherë ata janë vëllezërit tuaj në fe. Ndërsa në një ajet tjetër thot fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu z-zakata fa khallu sabilahum. Thot nëse ata pendohen, e falin namazin dhe japin zekatin, atëherë lërini në rrugën e tyre. Lërini në rrugën e tyre. Do të thot që të mos i vrisni ata. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala ka kushtëzuar për vllazërinë në fe që të pendohet nga shirku, pra pendimi nga shirku, faljen e namazit dhe dhënien e zekatit. Dhe dhënien e zekatit. Sepse thot nga pamja, kuptimi nga pamja e parë e këtyre argumenteve, ajo që kuptohet është që feja islame nuk realizohet dhe nuk plotësohet përveç se duke me dy dëshmit dhe me faljen e namazit dhe dhënien e zekatit. Këto shehu thot, mirë po ne kemi gjetë një argument i cili tregon se lënsi i zakatit nga dembelizmi apo nga neglizhenca dhe kopratësia nuk bën kufër të madh që të nxjerr prej feje. Pra për zekatin thot, për lënien e zekatit kemi gjetur argument që tregon që nuk është kufër i madh. Kush është ky argument? Thot se në hadithin e Muslimit tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot thumma yara sabilahu imma ila al-janna wa imma ila an-nar. Pastaj njeriu ditën e Kiametit do të shikojë rrugën e tij ose për në xhennet ose për në zjarr. Ky hadith, domethënë shehu ka shkuar vetëm këtë pjesën, ama hadithi i gjatë është që flet për ata persona që nuk e japin zekatin e pasurive të ndryshme që ata posedojnë. Dhe ditën e gjykimit, çdo kush që e lën zekatin pa dhënë do të ndëshkohet. Dhe mbasi të ndëshkohet për shkak të lënies së zekatit, atëherë do t'i tregohet rruga e tij ose për në xhennet ose për në zjarr. Prandaj thot shehu, po të kishte qenë lënsi i zekatit mos besimtar, atëherë ai nuk do të kishte ndryshe, nuk do kishte rrugë tjetër përveç një rrugës për në zjarr. Por se fakti që thot që atij do t'i tregohet rruga ose për në xhenet ose për zjarr, kjo tregon se lënia e zekatit
nga neglizhenca dhe nga kopratësia nuk është kufër i madh që të nxjerr prej feje. Ndërsa sa i përket lënies së namazit, atëherë thot ajo ngelet ashtu siç është. Sepse nuk ka ndonjë argument, thot shehu, që ta spostoj në lënien e namazit nga i kufri i madh që nxjerr prej feje, që të konsiderohet kufri i vogël. Prandaj që Kurani dhe Suneti nuk e pohojnë Islamin përveç se thot me dy dëshmit, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, dhe me faljen e namazit. Dhe dietarët çfarë thonë? Thonë që Islami vërtetohet me fjalë dhe stabilizohet me namaz. Pra, duke e thënë dëshmin, pastaj ajo që e mban Islamin tek njeriu është namazi. Prandaj që nëse njeriu thot la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, ne në pamjet parë nga ana jashtme themi që ai u bë musliman. Pastaj shikojmë nëse ai e fal namazin, atëherë Islami i tij mbetet dhe qëndron. Përndryshe nëse ai nuk e fal namazin, atëherë Islami i tij bie. Islami i tij bie. Dhe kjo është ajo që tregon pra fjala e Allahut të lartësuar dhe suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pra se vetë shehu pra që shpjegon fjalën e Imam Dhahabiut ka mendimin se lëndsi namazit nga dembelizmi dhe përtacia është mosbesimtar. Prandaj ai mshon edhe thekson shumë këtë çështje. Pastaj Imam Dhahabiu thot, Allah më shëroft, thot nga Abu Sa'id radiallahu anhu transmetohet se një burr tha: o i dërguari i Allahut, ittaqillah, i tha, o i dërguari i Allahut, ki frikë Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: wejlak, alastu ahaqqu ahli al-ardi an attaqi Allah? I thot: mirë për ty, a nuk jam unë njeriu më meritues prej banorëve të tokës që t'i friksohem Allahut? Atëherë Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu tha: atja heq kokën o i dërguari i Allahut. Ai tha: jo, ndoshta ai është prej atyre që falin namazin. Ndoshta është që prej atyre pra që falin namazin. Hadithi është i saktë, transmetuar nga Buhari dhe Muslimi. Thot Sheh Suleman Roheli, Allahu ruaj. Thot ky është koka e Khawarijve dhe parimi i Khawarijve. Ai tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një ndarje që bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndarje të plaçkës së luftës në Mosgaboj, i tha: ki frikë Allahun dhe mbaj drejtësi o Muhammed. Allahu na ruajt. Pra i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke pretenduar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i është friksuar Allahut në këtë ndarje që bëri midis tyre dhe nuk mbajti drejtësi dhe barazi midis tyre. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: alastu ahaqqu ahli al-ard an attaqi Allah? A nuk jam njeriu më meritues në tokë pra nga banorët e tokës që t'i friksohem Allahut? Dhe përgjigja normalisht është që po, patjetër. Ndërsa Khalid ibn al-Walid, pra nga dashuria dhe nga ajo fanatizmi i mirë për të mbrojtë të drejtën dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i thot: atja heq kokën o i dërguari i Allahut, sepse ky shfaqi nifakun, pa hipokrizi, e cila është shfaqja e Islamit, që hipokrizia është kufri i fshehur. Mirë po me këtë fjalë që tha ai shfaqi hipokrizinë e tij. Ndaj dhe Khalid ibn al-Walid u shpreh në një formë të tillë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë jo, sepse ndoshta ai është që fal namaz. Pra ajo që e pengoi dhe ndaloi që Khalid ibn al-Walidin që t'ia heq kokën atij është shfaqja e Islamit nga ana jashtme dhe sa i falet. Pra fal namazin. Prandaj nëse dikush shfaq Islamin dhe fal dhe namazin, atëherë një njeri i tillë nuk vritet
pra sipas shariatit. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inni nuhitu an qatli al-musallin. Unë jam ndaluar që t'i vras ata të cilët e falin namazin. Pra jam i ndaluar që t'i vras namaz falsit. Prandaj thot shehu, nëse dikush e thot shahadet dhe falet, madje vetëm nëse falet, atëherë dietarët kanë pajtim të një zëri që të gjithë që ai konsiderohet musliman, sepse vetë namazi brenda tij ka dhe dy dëshmit, pra la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Sepse njeriu kur fal namazin i thot dhe dy dëshmit gjatë faljes. Mirë po, nëse kjo gjë, pra kjo dëshmi që ai e thot me gjuhën e tij, bashkohet dhe përputhet bashkë me atë që ai ka në zemër, atëherë është musliman. Pra nëse ai e thot me gojë, beson dhe me zemër, ai është musliman. Mirë po, nëse e brendshmja e atij, zemra e tij e kundërshton atë çka ai thot me gojë, atëherë ai është munafik dhe hipokrit. Mirë po, nga ana e jashtme, neve gjykojmë për të se është musliman dhe nuk e vrasim atë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i njohu do më thonë munafikët që në fillim, nga mënyra se si ata folën. Pastaj i njohu ata në fundin e, si thush, në fundin e kohës, i njohu edhe me emrat e tyre. Dhe njoftoi Hudhejfen radiallahu anhu për emrat e tyre se cilët ishin munafikët. E megjithatë ai edhe pse dinte se kush ishin ata, ai kur nuk i vrau munafikët. Sepse ato falnin namazin. Madje faleshin bashkë me muslimanët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm, është ndaluar që t'i vrasi njerëzit të cilët falin namazin. Ajo që është e çuditshme, thot shehu, është se xhavarixhët përgjatë gjithë kohës, ajo çfarë u pëlqen atyre është që të vrasin njerëzit të cilët falin namazin. Pra ata e pëlqejnë shumë që të vrasin njerëzit që falin namaz. Madje i zën prit atyre dhe duan që të heqin qafe gjatë kohës që ata shkojnë për në namaz. Abu Lu'lu al-Majusi është imami xhavarixhëve dhe imami i rafidhive. Ai e vrau Umerin radiallahu anhu, ndërkohë që Umeri po falte namazin. Po ashtu xhavarixhët i dolën prit Aliut radiallahu anhu për ta vrarë atë, ndërkohë që ai po shkonte për të falur namazin e sabahut. Ndërsa sot, thot shehu, xhavarixhët gjejmë, thot, për paturpsitë e tyre që vrasin imamllarët e xhamive në Yemen gjatë kohës që ato shkojnë për në namaz. Pra një njeri i cili është prej ehli sunnetit, ata u zën prit, ndërkohë që ai po shkon për në xhami dhe kryen shpërthime dhe shkatrime dhe pra kryen vrasje. Thot shehu, duke treguar një histori në lidhje me xhavarixhët, thot njëri prej tyre, pra pasi që policia apo shteti e kishte kapur, njëri prej tyre, gjatë kohës që pa këshillonin, i thot o shejх, i thot pasha Allahun, ne bënim planifikime dhe organizime për të hedhur në erë një xhami. Dhe në këtë xhami, thot, falej babaim. Dhe babaim ishte ai i cili më zgjonte mua, thot, për namazin e sabahut. Ndërkohë që unë flija gjumë, babai më zgjonte për namaz sabahu dhe shkonte përpara meje në xhami. Pra shkonte përpara meje dhe më paraprinte për në xhami. Ndërsa unë nga njëherë flija gjumë dhe nga njëherë shkoja në xhami. Dhe thot subhanallah, deshi Allahu që t'jetë kjo temë, pra temja që ka lidhje me faljen e namazit,
që t'jetë sebeb për shpëtimin tim nga ky telash. Dhe thot, thash me vete se në këtë xhami që ne jemi urdhëruar që të bëjmë planifikime për ta hedhur në erë dhe për ta shpërthyer, në të falet baba im, ai i cili më zgjë mua për namaz. Pra ai babai i tij zgjohej në fundin e natës dhe falte namaz natë aq sa donte Allahu që të fale. Pastaj më zgjonte mua për namazin e sabahut dhe shkonte përpara meje. Dhe thash, vallë, si t'i vrasun këto njerëz që falin namazin pra. Dhe kështu unë thot i denoncova dhe e dorëzova veten time. Pra i ka denoncuar ata me qëllim që mos kryhej shpërthimi i xhamisë. Pra ajo që është parrullë e besimtarve dhe ehli sunnetit është që nuk e vrasin pra atë të cilin fal namazin, përveç se me të drejtën e tij, përveç se me atë pra që ai e meriton. Nëse ka ndonjë shkak, ndonjë arsye sheriatike që ai të vritet, atëherë është shteti sheriatik që e ndëshkon atë me vrasje, pra kur ka arsye sheriatike që ai të vritet. Pra kjo tregon, thot shehu, se namazi duhet patjetër që pra namazi bashkë me dy dëshmit duhen patjetër që njeriu t'i ketë ato që të vërtetohet dhe të pohohet feja e tij, që të pohohet islami i tij dhe që t'i ruhet gjaku dhe pasuria. Pastaj Imam Adh-Dhahabiu Allahu më shërof thot, po ashtu ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga hadithi i Abdullah ibn Amrit radhiyallahu ta'ala anhuma, se ai ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Man lam yuhafiz ala as-salati lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Wa kana yawm al-qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi Jahl wa Ubay ibn Khalaf." Kush nuk e ruan namazin, ai nuk do të ketë as dritë, as argument dhe as shpëtim, thot, dhe ditën e kiametit do të jetë bashkë me Qarunin, Firaunin, Hamanin, Abu Jahlin dhe Ubay ibn Khalafin. Do të jetë në zjarrin e xhenemit pra me të gjithë këto, të cilët janë kokat e mosbesimtarve. Pastaj thot që zinxhiri i tij nuk është ai që duhet. Zinxhiri i tij nuk është ai që duhet. Këto sheh Sulejman Roheli, pasi flet në lidhje me zinxhirin e këtij hadithi, thot se Ahmed Shakir, Allah më shëroft, një muhadith i madh pra që ka qenë mos gaboj në Egjipt, e ka saktësuar këtë hadith. Ndërsa Sheikh Al-Albani nuk e ka saktësuar. Mirë, po shehu thot ajo që është më e qartë, thot është se hadithi është i saktë. Hadithi është i saktë. Pra thot kush nuk e ruan namazin, ai nuk do të ketë pra as dritë, as argument dhe as shpëtim. Do me thonë ditën e kiametit. Madje kjo është vërtetuar edhe në një hadith tjetër, thot shehu Allah ruajt. Po ashtu ai do të jetë në ditën e kiametit bashkë me Qarunin, Firaunin, Hamanin, Abu Jahlin dhe Ubay ibn Khalafin. Do me thënë, do të jetë bashkë me këta në zjarrin e xhehenemit, të cilët janë kokat e asaj kohe, pra kokat e mosbesimit. Thot që natyrisht thot që ky është argument për ata të cilët thonë se lëndsi i namazit nga dembelizmi dhe për të cia është thot mosbesimtar. Mirë, po shumica dietarëve thot nuk e bëjnë mosbesimtar lëndsin e namazit nga dembelizmi dhe për të cia. Dhe ata janë ata që kanë konsideruar këtë hadith të dobët. Ndërsa ata që kanë po të njëjtin mendim, që konsiderojnë hadith të saktë, thotë që është për qëllim që ai do të futet bashkë me ta në zjarrin e xhehenemit, porse jo që do të jetë përjetësisht në zjarr. Pra do të ketë të njëjtën gjendje me ta, sepse zjarri i xhehenemit është me shkallë.
me shtresa nga më e larta deri tek më e ulta. Dhe ai do të qëndrojë në të njëjtën pra gjendje bashkë me këta mosbesimtar. Thot Imam al-Dhahabiu pastaj, Allahu e mëshiroft, dhe të gjitha këto tekste të japin përshtypjen dhe të lënë të kuptohet për kufrin e lëndësit namazit. Pra këto tekste, ajete, Kur'anit dhe hadithet të lënë përshtypjen se lëndësi namazit është mosbesimtar. Mi po shehu këtu nuk thot me vendosmëri që këto janë tekste, pra këto tekste tregojnë se lëndësi namazit është mosbesimtar. Por se thot me një fjalë pak të butë, thot të lënë përshtypjen ose nënkuptohet që lëndësi namazit është mosbesimtar. Kjo për shkak, thot shehu, se Imam al-Dhahabiu ka mendimin se lëndësi namazit nga dembelizmi dhe përtatësia është musliman. Pra nuk është që ka bërë kufër të madh që nxjerr prej feje. Kjo për shkak se ai ka argumente të tjera të cilat e spostojnë dhe zhvendosin gjykimin nga kufër i madh, siç kuptohet në këto argumente, në kufër të vogël. Prandaj edhe Imam al-Dhahabiu përdor pra një fjalë më të butë, thotë të lë përshtypjen dhe nënkuptohet që lëndësi namazit është mosbesimtar. Pastaj thot Imam al-Dhahabiu, Allah më shëroft, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Muadhit radhiyallahu an, ma min abdin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu ala an-nar. Nuk ka njeri që dëshmon la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah dhe se Muhamedi është pra robi dhe i dërguari i Allahut, përveç se thot Allahu ja ka ndaluar atij zjarrin. E ka ndaluar atij zjarrin. Dhe këtu thot Sheikh Sulejman Roheli, këtu Imam al-Dhahabiu tregon thot dhe cek se ky hadith është një ndër argumentet pra që e zhvendos gjykimin nga kufri i madh në të kufër të vogël. Të gjitha ato argumente që tregojnë se lënia e namazit është kufër i madh, ky thot është argument që nga kufri i madh tregon që është kufër i vogël. Sepse këtu çfarë thot? Çdo njeri pra që dëshmon la ilaha illallah. Pra dhe kjo është diçka e përgjithshme, pra çdo kush që dëshmon shahadetin futet në xhennet. Dhe këtu nuk është përmendur fare namazi. Thot çdo kush që dëshmon la ilaha illallah Muhammedun rasulullah, përveç se Allahu ja ka ndaluar atij zjarrin. Pra ose ja ka ndaluar zjarrin që të hyj fillimisht, pra që me të parën, ose ja ka ndaluar zjarrin që të qëndrojë në të përjetësisht. Pra mund ndodhi që dikush prej ehli sunetit që dëshmon shahadetin të futet në zjarr për shkak të gjinaheve të tij, mirë po nuk qëndron përjetësisht. Pra, për shkak se shahadeti e ndalon që të qëndrojë përjetësisht. Ose thot shehu, e ndalon thot që të hyjë në zjarrin e xhenemit, pra nuk futet fare në zjarrin e xhenemit. Dhe kjo thot është një ndër argumentet pra që e zhvendos gjykimin nga kufri i madh në kufër të vogël. Gjithmonë tek ata dietar që kanë mendimin se lëndësi namazit nga dembelizmi dhe përtatësia është musliman. Pra jo tek të gjithë dietarët. Thjesht shehu këtu shpjegon argumentet dhe çfarë kuptimi kanë këto argumente tek shumë prej dietarëve. Mirë po shehu çfarë bën, duke qenë se është nga ato dietarë që thonë se lëndësi namazit nga dembelizmi dhe përtatësia është mos besimtar, thot jep shpjegimin e tij në lidhje me këto argumente që spostojnë gjykimin nga kufri i madh në të vogël, thot nuk ka përplasje midis këtij hadithi dhe haditheve tjera që neve kemi treguar që lëndësi namazit nga dembelizmi është mos besimtar, sepse ajo thot që është si thoshe miratuar tek ehli suneti dhe xhamati është se tauhidi, po ashtu edhe imani kanë nevojë për fjalë, besim, kanë nevojë për fjalë, besim edhe vepra. Fjala është dëshmia la ilaha illallah Muhammedun rasulullah.
Nëse robi e thotë, atëherë bëhet musliman. Nëse kjo që ai thot me gjuhën e tij përputhet edhe me besimin që ka në zemër, atëherë ai është musliman i vërtet. Përndryshe, nëse me zemër nuk e beson, është munafik. Ama thot, nëse ai e bën edhe veprën që e kërkon kjo dëshmi, pra shahadeti, atëherë Islami i tij stabilizohet dhe qëndron. Përndryshe, nëse ai nuk e vepron veprën që është prej imanit, që në këtë rast thot është namazi, atëherë Islami i tij bie. Pra vepra që duhet plotësohet patjetër është namazi, thot shehu. Nëse e fal, konsiderohesh musliman, dhe nëse nuk e fal, atëherë nuk konsiderohesh musliman. Edhe pak mbaruam, thot Imam Adh-Dhahabiu, Allah më shiroft, ndërsa ai që e vonon namazin nga koha e tij është gjunahçar i madh. Është gjunahçar i madh, pra një njeri që ka bërë një gjunah të madh. Dhe këtu shehu, Allahu e ruaj dhe nderoft, shpjegon, thot se vonimi i namazit nga koha e tij derisa t'i dali koha pa ndonjë arsye sheriatike, atëherë ai konsiderohet gjunaqar i madh, ka bërë një gjuna shumë të madh, dhe thot se lënsi i namazit nuk zbret poshtë të qenit gjunaqar i madh tek gjithë dietarët me unanim. Pra, çdo kush që lën namazin konsiderohet gjunaqar i madh. Ndërsa sa i përket konsiderohet kufër apo jo, atë përmendëm edhe më parë. Pastaj Imam Dhahabiu thot, ndërsa lënia namazit plotësisht, domethënë një namazit vetëm plotësisht, është sikur të ketë bërë zina, pra imoralitet, dhe sikur të ketë vjedhur. Dhe këtu Sheikh Sulejman Roheli thot, domethënë lënia e namazit pra plotësisht, duke bërë niyetën se do ta plotësoj dhe kompensoj më mbrapa. Pra një namaz të vetëm, dhe jo të gjitha namazet. Lënia e një namazit vetëm derisa t'i dali koha, pra vetëm thjesht kjo është gjuna i madh. Pra ai s'ka ndërmend as që ta kompensoj dhe as nuk e kompenson më mbrapa. Atëherë thot, kjo është një gjuna shumë i madh. Madje është, thot, sikur të ketë bë zina dhe sikur të ketë vjedhur. Madje, thot shehu, në realitet kjo është diçka më e rëndë, është më shëmtuar, thot, se sa imoraliteti dhe vjedhja dhe pirja e alkoolit. Pastaj Imam Adh-Dhahabiu thot, ndërsa lënia e gjithë namazit dhe humbja pra e kohës së tij është gjuna i madh. Dhe ai që e vepron një gjë të tillë disa herë apo shumë herë, ai është prej njerëzve që kanë bërë gjuna të mëdha derisa të pendohet tek Allahu. Dhe këtu shehu duke shpjeguar thot, nëse ai e vepron, thot, pra nëse ai e lën shumë herë namazin, pra nuk është se lën vetëm një namaz tjetër, por se herë falet, herë nuk falet, atëherë ai është prej gjunaqarëve të mëdhej, derisa të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Pasi ai që pendohet nga gjunahu, madje edhe nëse ka bërë shirk, nëse pendohet tek Allahu me sinqeritet, Allahu e fal dhe ja pranon pendimin. Dhe e fundit që përmend Imam Adh-Dhahabiu, Allah më shëroft, thot, nëse personi vazhdimisht e lën namazin, atëherë ai është prej njerëzve më të humbur dhe më të mjeruar dhe prej kriminalëve. Këtu Sheikh Sulejman Roheli çfarë thot? Pra ai nëse nuk falet kurr, pra dëshmon shahadetin, mirë po nuk falet kurr. Ashtu sikur se thon njerëzit, pra populli, që ai nuk e vën, nuk përullet asnjë ruku, dhe as bën asnjë sejdë. Pra një njeri i tillë, thot, është prej njerëzve të humbur dhe të mjeruar dhe prej kriminalëve. Mirë pa ajo që është e sakta si përfundim
prej mendimit apo prej fjalëve të dietarëve është se kush e lën një namaz të vetëm derisa t'i dali koha, pastaj e kompenson atë, ky është gjunahçar i madh, apo është njeri që ka bërë një gjunah të madh. Po ashtu ai i cili lën një namaz të vetëm, nuk e fal fare atë, por se fal namazet e tjera përveç atij namazi që la, po ashtu edhe ky është gjunahçar i madh, një njeri që ka bërë gjunah të madh. Po ashtu ai i cili fal shumicën e namazeve dhe i lën disa prej tyre, atëherë ai po ashtu është gjunahçar i madh. Përveç atij personi që pjesa më e madhe pra tek ai është lënia e namazit. Pra nëse shikojmë një person që në shumicën e rasteve ai e lën namazin, pra gjatë gjithë javës ai më shumti e lën namazin pa fal, se sa e fal, atëherë shehu thot, ky konsiderohet mosbesimtar, i dal nga feja me kufër të madh. Dhe nëse vdes në këtë gjendje, ai nuk është prej muslimanëve. As nuk falet namazi xhenazës atij, as nuk qefenoset dhe as nuk varroset në varrezat e muslimanëve. As nuk trashëgohet dhe ai në ditën e gjykimit do të jetë prej atyre që do të futen në zjarrin e xhehenemit përjetësisht. Pra siç e kam thënë dhe herë të tjera, shehu ka mendimin që kjo është më sakta prej mendimeve të dietarëve dhe Allahu e di më së miri. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.